të tyre për qenë pjesë e komisionit për votimin që planifikohej të zhvillohej. Nëse këta fituesit pra bën një tentativë pa suksesshme për të moderuar dhe modifikuar e inxhineruar, pra inxhinering politik për të bërë, këta të tjerët bën gabimin tjetër dhe shkelje, nëse këta bën shkelje dhe këta bën shkelje, për arsye se shkelen pikën 126 të vendimit, gjithsesi akt gjykimit, më saktësisht të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, ku thuhet saktësisht se deputetët kanë për detyrë që të qëndrojnë aty dhe të votojnë për kundër ose abstenim. Ata nuk votuan fare, pra bën shkelje. Po, ata faktikisht bën shkelje për arsye të modifikimit të rendit të ditës, në një vazhdim, po t'ishte në fillim, kishin mund të merren vesh, kishin mund të propozojnë këta fituesit, po tani jemi në pjesës, në epizodë të vazhdimit të një seance konstitutive cila nuk ka marrë fund. Dhe të ndrosh procesin në vazhdim të tij pa një marrëveshje paraprake, megjithatë është diçka që nuk është konsekuente. Edhe këta të tjerët mos votojnë, pra diçka që thuhet atje që është pjesë e kushtetutës në akt gjykim të gjykatës kushtetuese, dhe këta bën shkelje, nëse merremi me shkelje që po akuzojnë njëri tjetrin, ose mos konsekuencë në veprim, sepse asnjëra as tjetra palë faktikisht nuk po i përmbahen as interpretimit teleologjik, qëllimor, afirmativ dhe pozitiv të kushtetutës dhe akt gjykimit dhe rregullorës së punës së kuvendit, por po bëjnë në forma të ndryshme shkarjes, po du të them shkelje, por shkarjen nga këto dispozita dhe nga këto praktikat të mira parlamentare që do duhej të respektoheshin dhe të kryej kjo punë. E pse është bërë në këtë rast shkelja që ta kemi edhe një herë më të qartë nga ana e PDK-s, LDK-s, AK-s dhe listës Po, ju thash pak më parë, po e përsëris. Për formim të raportit. Po ju them edhe një herë për hir të shikuesve tuaj të nderuar se të dy palët po bëjnë lojra politike, manovra politike, nëse doni edhe inxhiniering politik. Kush më tepër? Po sot ishte kjo që e pam edhe e tham. Po edhe kjo tjetra është, edhe këta po bëjnë inxhiniering politik, kur e din mirë se jo këte po këte, që mund ta, po të dojnë ta zhbllokojnë procesin. Këta të parë të marrën vesh pse nuk po e bëjnë, sepse kanë pa aftësi politike edhe kanë mungesë numrash. Dhe po përpiqen që në ndërkohë sigurisht bindin njerëz të tjerë që të bëhen me ta, të votojnë, mirë po tani ata janë barikaduar dhe faktikisht procesi e ka vështirësuar sjelljen dhe lirinë e qarkullimit lëvizjes eventualisht nga një subjekt në një tjetër të deputetëve të rinj për shkak të kësaj odiseade që po ndodh pra. Dhe të dy palët pra për arsye se që përmendëm, ndërka që pala tjetër për arsye se po donte, po ta kishte fuqinë dhe marrëveshjen dhe unitetin koheziv të opozitës, po nuk është, të tri partive kryesore, në fakt 4, atëre do ta kishin votuar këte kandidatën, cila do qoftë sepse fundit nuk mundemi ne të ngulim këmbë se ata të cilët i ka votuar populli, dhe i ka votuar kësaj radhe më shumë se shumë të tjerë, këtë rast kandidatën e vetëvendosjes, nuk qenë ka adekuate, qenë ka përqarse, ndërka që dikush tjetër nuk qenë ka. Ndërkohë që ka dhe të tjerë aty që kanë përdorë gjuhë të njëjtë. Tash intensiteti sa kush ma shumë e ma pak është çështje vlerësimi, po ka pasur gjuhë të tillë